nesër një ndeshje e rëndësishme me Elbasanin e vetit ty, si për skuadra këtë takim dhe është gati. Para se të përgjigjem pyetjes, më lejoni me që është vjetori i klubit. Thjesht ta filloj me një urim për klubin që i dha Shqipërisë hapat e parë të futbollit, urinë në Vllazni dhe qofsh për herë noje, ndërsa për të që pyetja juaj, për një ndeshje arras, janë të fokusuar. Them vërtetën nga ndeshja e fundit që kishim me Borën, ke disa lojtarë kryesor ishin pushim në ndeshjen e kupës. Në është shumë i lartë dita e nesër me Elbasanin, e si përpresim ndeshjen sepse jena kanë fokusuar, jena në formën më të mirë dhe uroj që të marrim maksimumin e vatimin tonë. Elbasani konsiderohet ndoshta një nga kundërshtarët më të fortë të Vllaznis në këtë kampionat. Është i tillë edhe për ju? Pa diskutim që deri në moment Elbasani ka zhvilluar një kampionat shumë mirë, ka një ekip shumë mirë, ka cilësive të ekipit. Duhet të harroj që ka një trajner shumë mirë, që mundohet me marrë më të mirën ekipit të tij. Por gjithsesi ne vlerësojmë Elbasanin, ashtu dhe gjitha ekipet tjera. Fokusi jonë është ditën e nesërme që marrim tregtishin. A shikoni si një detyrim marrjen e tregtisë përballë Elbasanit? Shiko, brenda ekipit nuk ka fare presion, jena shumë qetë, e dim që nesër arras, edhe e dim që nesër as nuk fitohet kampionati, as nuk kupet kampionati, por ne duhet ta vlerësojmë të gjitha ndeshjet tjera dhe çdo tregtish ta afrojmë edhe më tepër me objektivin që kena. Ngurisht sa ndikon atmosfera e kësaj prakneshje që përkon edhe me festën e Vllaznisë, se duhet ta pranojmë pa rreth një javë që klubi Vllaznia Shkodra zgjen në Parkfest. Zakonisht ka pasur raste kur edhe skuadra ka çaluar, i keni marrë masat, ka çaluar kur ka pasur festat e tilla. Normalisht ka qelluar që është vjetori i klubit, por edhe sikur mos ishte kjo datë për ne objektivi ishte i njëjtë, tregtish ditën e nesërme. Me çështje që është fitori për ne është një motiv ekstra që fitojmë dhe pas ne testojmë tifozët. Por gjithsesi nuk e kena mendjen tek festa parakoshme. Mendja ime është vetëm që fitojmë ditën e nesërme dhe të vazhdojmë në rrugën drejt asaj që kemi objektivin. Që do të thotë se festa do të jetë pas ndeshjes. Sigurisht nëse do fitojmë drejt festas, siç kemi festuar gjitha ndeshjet tjera, normalisht ndoshta me ekstra sepse është siç e thotë ju është që është vjetori i klubit, por gjithsesi për ne nuk ndikon, për ne thjesht është motiv që të marrim më të mirë. Kur ishte 7 ndeshje e fundit, Vllaznia nuk ka psuar gol. Ju si pjesëtar i përpavijës, beson që merit për këtë ka gjithë skuadra, jo vetëm portieri dhe mbrojtja. Pa diskutim, jo të treguam më gjithsesi, por realisht është kështu që si thotë ju, kur nuk psohet gol, normalisht nuk është vetëm meritja e mbrojtjes apo portierit, por është meritja e gjithë skuadrës, sepse gjithë skuadra mbron, duke thënë tek sulmi duke marrë tek mbrojtja. Ashtu siç kur shënohet goli ka edhe meritë dhe pjesëtar të tjerë jo vetëm reparti i sulmit. Jemi gjithë një ekip dhe këtë kemi treguar në fushën e lojës. Kurishta ka pasur shumë komente dhe opinione të ndryshme sikur Vllaznia është favorizuar nga arbitrat këtë sezon dhe ndodhet në vendin e parë prej arbitrave. Keni një përgjigje për këtë? Shikoj, realisht nuk ta kanë fare me këtë duke pjesë. Ne jena të fokusuar vetëm tek ndeshja. Pastaj tek pjesë tjera, le të merren tjerë të nuk nikojnë fare nga çështjet tjera. Thuhet që një sulm i mirë fiton një ndeshje, por një mbrojtje e mirë fiton një kampionat. Do të vazhdoj kjo ecuri e mirë e skuadrës? Shpresoj të vazhdoj. Ndoshta deri para janarit kemi gabuar shumë herë, por realisht tani nga janari mbrapa kemi kuptuar ato problemet tona, ato gabimet tona që kena bërë më herë dhe shpresoj që të minimizojmë ato gabime që kena bërë më parë. Tani ja kena arritur shumë mirë, por duhet të vazhdojmë me këtë ritëm. Duket se ka një interesim nga tifozët. Presim që ta keni një mbështetje të madhe nesër. Tifozët që të kanë shtetë Vllaznin, por i bëni përshëndet besoj që dhe uroj që nesër të ndjetë koha mirë sepse ndoshta rishë dhe shut mund ta bëjnë pak vështirë ardhmën e tifozëve. Por tifozët kanë gjithmonë shtetë Vllaznisë sa jo kemi pas nevojë. Kurishta i ka munguar Vllaznisë një trajner shkodranë si Edi Martini? Realisht na ka munguar një trajner i tillë sepse me egon që na përsjell dhe me frymin që ka futur në ekip, e është dalë Vllaznisë në kohë. Faleminderit Kurishta.